Ekziston një qenie shumë e vockël, por me një rëndësi të veçantë, jo vetëm për planetin, por edhe për vetë njeriun. Bleta. Bleta është insekti më i çuditshëm dhe më mistik që gjendet në natyrë. Është specia më punëtore që njeh toka. Merreni me mend. Nëse nuk do të ekzistonte bleta, nuk do të ekzistonte edhe njeriu, sepse proceset që ajo i shkakton natyrës janë themeltare për mbijetesën e këtij planeti dhe të vetë ne. Enigma, dimensioni dijes. Bletët janë misteri më i madh për sa i përket botkuptimit të specieve. Ato fshehin sekrete që për ne janë absurde, ndaj mund të themi se formimi i tyre shkon tej perceptimit ton. Tej njohurive tona për sa i përket informacioneve që kemi karshi natyrës. Nëse zbulon këto mistere, çdo kush mbetet me gojë hapur. Për bletët është folur që në kohrat që humbën, dhe të moshuarit i konsiderojnë ato si mëma e tokës. Është kjo arsyeja që është i vetmi insekt që populli thot vdiq bleta dhe jo ngordhi bleta. Por nga e dinin të moshuarit të rëndësinë që ka bleta për vetë planetin tokë. Për bletët shkruhet që në tekstet e shenjta më të lashta, si Bibla, sanskritishtja apo edhe Kurani. Mojsiu në kapitullin e 3 të librit të Eksodit shkruan: Pash pikëllimin e popullit tim në Egjipt, njoh mirë vuajtjet e tij, erdha për t'i liruar ata e t'i nxjerr nga Egjipti, drejt një toke të madhe, atje ku mielet qumësht dhe mjalt. Aty nga shekulli i 3 tek Dharma, në vjershat e ligjit të jetës, Buda shkruante: Bletët mbledhin lëngun e luleve pa dëmtuar ngjyrën dhe profumin. Kështu duhet jetë edhe njeriu për t'i mbijetuar shekujve. Në Kuran, në kapitullin 16 të vargjeve 68-69 të Shurës, shkruhet se bletët kanë aftësinë të gjejnë shtigjet e procesit të rrugës së Perëndis. Tibetianët thonë se nëse kupton gjuhën e bletëve, ke kuptuar natyrën dhe të ardhmen tënde. Von Fritsch, çmim Nobel në vitin 1973 për studimin e bletëve, tregon se si bletët, pasi kanë zbuluar një kopësht të ri me lule, shkojnë dhe u tregojnë bletëve të tjera vendin eksakt. Ky fenomen quhet vallja e bletëve. Por sekretet e bletëve nuk mbarojnë me kaq. Tek Shakespeare, Henry IV shkruaj se bletët kanë ushtar dhe mbret. Por për bletët ka folur edhe Albert Einstein, i cili shkruante se bletët janë qumshti i njerëzimit, janë specia më e lashtë e planetit, janë vetë misteri, dhe nëse do të zhdukeshin bletët, njerëzimi do t'i mbeteshin vetëm 4 vite jetë. Pse adhurohen kaq shumë bletët? Pse do të shkruante kështu Einstein? Çfarë fshehin bletët kaq të mistershme që vendosin fatin ton dhe të gjithë planetit? Mund të themi se janë sekreti i jetës, secili nga ne është si një blet e vogël e një koshere të madhe që është universi. Ashtu sikurse dhe organi ynë më i rëndësishëm pra tururi që koordinon gjithë trupin, pra bleta mëm që është krijuesi, shpërndan energjinë gjithandej në përspecjet dhe botët e pafundme, duke na dhënë jetë ne dhe planeteve.
Nëpërmjet një cikli fizik, pra, çdo specie përpunon energjinë duke e transformuar atë. Ndaj është detyrë për çdo individ të përshtatemi ambientit ku jetojnë, për mbijetesën e vetvetes të specieve dhe të tërë gjithësisë. Pra, bleta ka qenë përherë simboli i diligjencës, forcës, ripërtëritjes, inteligjencës dhe lulëzimit të natyrës. Por le të futemi në thellësinë e tyre e të zbulojmë sekretet që ato fshehin. Bletët kanë një organizim të ndërlikuar, shumë herë më të ndërlikuar se raca njerëzore. Ato kanë ushtar, general, rojtar dhe lajmëtar. Kanë vrojtues të cilët rrinë mbi koshere dhe kontrollojnë armikun, që sapo e shohin, lëshojnë një lloj tingulli shumë të çuditshëm, duke lajmëruar gjithë bletët për rrezikun që po kanoset. Merreni me mend, këtë lloj tingulli e prodhojnë vetëm bletët rojtare dhe asnjë tjetër. Bletët kanë një blok ushtarësh të kualifikuar që në rast rreziku shoqërojnë mëmën deri në vendin e sigurt. Ato i qëndrojnë rreth mbretëreshës duke i dhënë jetën deri në vdekje për të. Por bletët kanë punëtorët e krahut, të cilët orë të tëra gjatë ditës shkojnë për të mbledhur nektarin. Ato mund të përshkojnë 10 kilometra në ditë. Kanë oficer, sipërmarrës, drejtues punimesh apo dhe rregullash, meshkuj dhe femra, ku secili prej tyre bën një punë të posaçme. Pra kanë një hierarki mjaft të organizuar dhe mbretëresha mund është si zemra e tyre. Po si është i mundur një organizim kaq kompleks? Kush i kontrollon bletët në këtë organizim? Mundet që bletët të kenë një tru më të zhvilluar se sa mendohet? A mundet ky tru dhe memoria t'i afrohet njeriut? Një gjë është e sigurt. Organizimi dhe njohuritë e bletëve i afrojnë shumë racës njerëzore dhe sekretet e tjera që ato fshehin tregojnë se ndoshta nuk kemi për t'i zbuluar kurrë. Por bletët po vdesin. Agrikultura industriale dhe pesticidet vdekjeprurës janë kërcënimi kryesor të zhdukjes së tyre. Tërë plenimi i luleve bëhet fal tyre, fal këtij insekti të rëndësishëm dhe të domosdoshëm për biodiversitetin dhe funksionin ton ushqimor. A e dini se 1/3 e ushqimeve tona varet pikërisht nga bletët? Pak muaj më parë, në mitingun kushtuar problemeve klimatike që u mbajt në Londër, shkenca ngriti zërin duke thënë se duhet marrë masa të menjëhershme për të ndaluar zhdukjen e tyre, ose ndryshe duhet të gjejmë një zgjidhje të një modeli të ri për t'i zvendësuar ato në bujqësi. Po është e mundur të gjejmë një zgjidhje ekologjike, një siguri për mjedisin dhe për vetë ushqimet tona? Për momentin këto janë vetëm hipoteza, por qëndron fakti se bletët po zhduken. Dhe ky është një problem i madh. Shoqata Greenpeace shkrua se të gjithë së bashku duhet të japim kontributin ton për t'i shpëtuar ato. Ashtu sikurse dhe ne kemi nevojë për to, bletët kanë nevojë për ne. Por për këtë na duhet të eliminojmë lëndët toksike, gazarat që ndotin natyrën, helmet që hedhim çdo ditë e të tjera. Nëse mbijetojnë bletët, mbijeton njerëzimi. Bletët prodhojnë mjalt, kurse njerëzimi ligësi, me diferencë që bletët vazhdojnë punën e tyre të palodhshme duke prodhuar mjalt, pa marrë parasysh ligësinë e zhvillimit ton, kurse njerëzimi vazhdon të shkatërrojë çdo gjë, duke e ditur që po shkojmë drejt fundit. Duket një paradoks, por ja që është e vërtetë. Nëse problemet klimatike, gazerat, mbetje toksike, valët e shpërndara nga satelitët, antenat apo telefonat janë shkaku i zhdukjes së bletëve, atëherë gjithë njerëzimi po përballet me një modifikim planetar, jo vetëm të klimës në gjithësi, por edhe të vetë ADN-së së njerëzit. Modifikimi fshet, por që askush nuk flet, dhe ky është një problem serioz, problem që bie mbi secilin prej nesh.
Inxhinieria e prodhimit të valve, modifikimi gjenetik i ushqimeve apo teknologjia jonë e shfrenuar do të na kushtoj shtrenjtë neve dhe fëmijëve tanë. Para pak kohësh, Natural News shkruante se në shumë zona të botës bletët po zhduken dhe më alarmante është Kina, ku kilometra të tëra nuk gjen qoftë edhe një blet. Nëse bletët zhduken dhe nuk do të gjejmë një zgjidhje për plenimin e petaleve, do të na mbetet shumë pak kohë jetë, nënvizon kjo gazetë. Bletët pra janë burimi më i rëndësishëm i jetës në tokë. Fal tyre, bimësia dhe njerëzimi merr jetë. Po edhe në Shqipëri, kohët e fundit po flitet për problemin e bletëve. Dikush tregon se nëse shkon jashtë qytetit, është e vështirë të shohësh një blet. Po çfarë po ndodh vallë? Pse bletët kanë humbur orientimin? Mos ndoshta po asistojnë me të vërtet në fundin e kohrave? Dikush tregon se mbretëresha apo mëma e kopesë së bletëve po çmendet duke kafshuar bletët e tjera, gjë që nuk ishte ndodhur kurrë. Megjithatë, nëse bletët po vdesin apo jo, nëse ky është fundi ynë, ndoshta duhet të gjejmë një zgjidhje për problemin e një të ardhme të dyshimt. Ja disa kuriozitete të bletëve. Bletët janë një nga qeniet më punëtore të rruzullit. Ato mund të fluturojnë në totale errësirë fal 2 antenave. Kanë një shikim të veçantë, perceptojnë ngjyra që për njeriu janë të pamundura. Me anë të disa gjendrave të luhatjes, bletët njohin aromën e familjarëve dhe personelit të kosherës përkatëse. Ato kanë një gjuhë teknike me anë të tingujve dhe komunikojnë nëpërmjet një substance kimike që quhet feromon. Qoftë për rreziqe apo për punë të tjera, ushtarët shkojnë tek mbretëresha dhe me anë të antenave marrin të dhëna nga ajo. Shpejtësia e një blete shkon nga 24 deri në 29 km/h. Për të prodhuar 1 kilogram mjalti, një blete i duhet të përshkojë rreth 150.000 kilometra. Për të prodhuar 1 kilogram mjalt, duhet një rrugë vajtje-ardhje e 60.000 bletëve. Çdo koshere mbledh nektarin e një territori sa 4.000 fusha futbolli. Bletët e një koshere mbledhin nektarin e 225.000 luleve. Një blet punëtore ron rreth 50 ditë. Bleta mëm jeton deri në 5 vjet. Është e vetmja që prodhon vezë. Gjatë një dite, bleta mëm prodhon deri në 2000 vezë dhe konsumon esencën e kosherës 80 herë më shumë se sa pesha e saj. Një veze i duhet 16 ditë për të bërë blet adulte, ashtu sikurse dhe një fëmijë 16 javë. Mbretëresha mëm fluturon vetëm një herë, disa ditë pasi ka lindur. Është ky momenti kur bën marrëdhënie me meshkujt. Ajo lind vetëm femra për 5 vjet me radhë, deri kur mbarojnë spermatozoët dhe më vonë lind meshkuj. Kur bletët punëtore shohin se foleja e mbretëreshës nuk është komode, ato i krijojnë një më të madhe. Kur mbretëresha plaket, bletët punëtore përgatisin mbretëreshën e re. Në disa raste, një pjesë e bletëve ikin së bashku me mbretëreshën, e kurse në të tjera, bletët punëtore shkojnë të vrasin mbretëreshën e moshuar. Në fakt, ajo, pasi e ka kuptuar, fillon të luftojë, luftë që mund të shkojë edhe gjatë, por duke qenë shumë, bletët e tjera e vrasin. Një familje tyre përbëhet prej rreth 50.000 bletësh. Kur ushtarët piskojnë, vdesin sepse u shkulet dhëmbi, një pjesë e trupit. Truri i bletëve është më pak se 1 milion neurone, përballë 100 miliard neuronesh që ka truri i njeriut, e megjithatë është e vetmja specie që ka një organizim perfekt.